Ministrisë Drejtësisë. Pse Edhe duhet jetë në varësit e varësi? narkot të shtetit. Absolutisht. Tani këtu bie karta morale e opozitës, këto nuk bëjnë opozitë, këto ruajnë interesat personale, këto janë të gjithë të punësuar majtas djastas dhe janë të gjithë shumë rregull me kuletën e tyre. Aman, demokratët paguajnë pasojat. Alisja, para se të kaloj tek pyetja e radhës, do doja të falenderoja secilin prej teleshikuesve që na ndjek live në këto momente, që është shpërndan në live-in në diaspor, por edhe në Shqipëri, por dhe mund të komentojë dhe t'japi opinionet e veta, mendimet e veta mbi ngjarjet dhe do të thoja mbi situatat konkrete, në fakt, çfarë po ndodh konkretisht dhe se si do të vazhdoj kjo betejë politike, por dhe mund të adresohen duke na shkruar në emailin ton, por dhe duke na dhënë ide për tema apo intervista të caktuara. Do doja në fakt të rikthesha përsëri Alesia tek ajo se çfarë po ndodh në kampin e mazhorancë. Erion Velia i sot është pasekurave, disa thonë e shiti Rama, disa thonë e kapi drejtësia, disa thonë lëreni që të flasi në Këshillin Bashkiak, ish deputeti i PD-s Dash Sula ka bërë një analizë dhe ka thënë ndër të tjera që nëse ai do vinte në Këshillin Bashkiak, atëherë ai do mbrojë. Çfarë ndodh konkretisht? Atëherë është një procedurë e cila mund të komentohet në dy anë. Ana parë është që të japim veston edhe mirëbesimin kryeministrit që Tirana ka shumë punë dhe te këto punë i duhet një menaxher i mirë, siç ishte Erion Velia në rastin konkret, dhe duke parë kausin që mund të jetë bërë, e shef nevojshme që këtë pushtet ta delegoj diku tjetër, pasi nuk e përballon dot fluksin. Nga ana e dytë mund të jetë edhe një goditje që Erion Velia si është bërë nga klane brenda për brenda Partisë Socialiste për ta eliminuar politikisht. Pasi ne kemi parë diçka kohët e fundit që kush ka marrë pushtetin Bashkiak, më saktë në Tiranë, kush ka marrë Bashkinë e Tiranës, është prirur gjithmonë që të fitojë edhe të marrë më pas edhe postin kryesor të partisë që është kryetari i partisë. Edhe këtu është luajtur një lojë e frikshme pushteti, një lojë ku një klan ka dalë më i fortë se klani tjetër dhe pa diskutim që Erion Velia i ka rënë prej klanit kundërshtar. Nga ana tjetër pastaj, për pjesën e Këshillit Bashkiak, unë kam qenë ndër ato zëra që e kam sulmuar më shumë Erion Velin, por unë gjithashtu si avokate që jam, mendoj që çdo njeri ka drejt të ketë një proces të drejtë dhe të rregullt ligjor. Dhe pa diskutim, shkarkimi i tij nuk ishte shkarkim në kushte normale, dhe çdo njeri i cili është i pafajshëm derisa të provohet e kundërta, ka të drejtën e tij për të dëgjuar, për të dhënë argumentat e tij, qoftë edhe në mbrojtje të vetes tij dhe për dëgjuar për çfarë po shkarkohet në fund të ditës, sepse në këto momente që ne flasim nuk është se ka ndonjë vendim formës prerë për zotin Velia. Zoti Velia është në akuzë dhe deri në përfundimin e gjithë procedurës tij ligjore do merret një vendim lidhje me të dhe deri këtu nuk është se unë mund të them që zoti Velia nuk ka të drejtë të dëgjohet. Për mua zoti Velia duhet të dëgjohesh. Duhet të dëgjohet. Patjetër. Në qoftë se qëndrojmë në këto zhvillime, do doja në fakt të komentoja një prej ngjarjeve e cila ka kaluar pak në heshtje, por një propozim i ardhur nga Gjingjoni për të mobilizuar protestuesit dhe deputetët e Partisë Demokratike duhet të mblidhin nga 1.000 euro, diçka e tillë ishte shumë. Çfarë po ndodh me PD-n? A e ka humbur busullën e opozitës, a e ka humbur busullën e asaj se çfarë po ndodh konkretisht? Tani, unë nuk e di që Partia Demokratike janë larguar njerëzit që duhet paguaj nga 1.000 euro që cillin njerëzit. Tani, ishtë të korruptuarit e sistemi drejtësisë nuk mund të bëjnë kurse si moralin politik. Me këtë e nis dhe me këtë e mbyll të diskutim. Gjingjoni është një individ i cili ka dalë i korruptuar nga sistemi drejtësisë. Nuk mund të bëjë moralin në parlament. Politika, Partia Demokratike, ka një moral, ka një kauzë dhe pa diskutim ka dhe çfarë i ofron qytetarëve. Sepse në momentin që ti thua, unë po i ofroj nga 1.000 euro, ti po bën shitblerje, më ke se vota. Ky është modeli që do të japi Partia Demokratike popullit. Kështu e ka fituar Gjingjoni mandatin Lezhë, duke hedhur këto 1.000 euro? Ku i ka gjetur këto lekë Gjingjoni?
Thot nga rroga e vetaj tani, ata marrin rrogën 3. Po nga 1.000 euro për person do japin. Se Ta di, a do specifikojmë jenë... këtë gjë, se rruga sa është 3 milion, mos Ata gaboj. 20 deputet që janë ata, lese nga 1.000 euro, 20.000 euro. Edhe do i shpërndajnë për mbledh protestuesit. Për mbledh protestuesit. Pra të bëjnë një fond ata... Kjo është blerje pastaj. Kjo është blerje e kohës së dikujt për ta përdorur për interesin tënd personal, po jo për ta përdorur për kauzën. Tani partia ka një kauzë caktuar, ka i moral, ka integritet, ka dhe çfarë idesh t'japi për zhvillimin e shoqërisë. Tani, nëse zhvillimi i shoqërisë është unë paguaj ty për kohën dhe minutën tënde, po mua nuk më intereson kauza dhe unë nuk jam qendrestar, atëherë kjo kauzë nuk vlen. Atëherë kjo kauzë nuk përfaqëson qytetarët, por interesin personal të dikujt ose interesin politik të dikujt, siç është Gjingjoni, që siç blen sot këto protestuesët nga 1.000 euro për qëndruar, nesër mund të blej ca gjëra tjera për të firmosur nëse vin pushtet me këtë shokun e vet ose me atë kushuririn e vet. Ky është modeli politik që ne duam t'i ofrojmë shqiptarëve, shitblerjen. Apo duhet t'japim një vizion. Kjo është arsyeja pse PD-ja nuk vjen pushtet. Kjo është arsyeja që individ si Gjingjoni i zëjnë vendin demokratëve të ndershëm dhe thjesht. Ky është modeli si paguhen për dalë më të votuarit në qarkun ku dolën, sepse këto nuk kanë ç'a ofrojnë përveç paras. Këto nuk kanë integritet, këto nuk kanë luftuar për kauzat dhe këto nuk përfaqësojnë demokratët. Më thuaj një arritje që ka bërë ky zotëria që ofron nga 1.000 euro. 1.000 euro sot njerëzit punon një familje dhe nuk i mbledh dot deri në fund të muajit. Ky ofron nga 1.000 euro sikur nuk shën nga asgjë. Kush është burimi i parave të këtij zotërisë? Këto dhe të tjera pastaj ngelen për të diskutuar. Pra aman, në pamje të parë, është një gjë jashtëzakonisht e shëmtuar që ti duhet të ofrosh lek protestuesve për të qëndruar. Ti blen kohën për një interes personal, por ti tregon që nuk e qëndrestar të kauzave. Sa ato persona që do i vinë Gjingjonit për lek, do t'i shkojnë dhe palës tjetër për lek. Dhe kjo nuk është model. Pra një pazar. Po pa tjetër, kemi nxjerrë në shitje, është si ankante. Kemi ankant, ti ofron 1.000, unë ofroj 2. Pastaj ti ofron 3, po unë them 4 dhe këtu mbyllet ankante. Po, se gjithmonë ofron më Sepse shumë gjithmonë ai ti. që do ofrohet më shumë, do fitoj, pa diskutim. Jo, unë nuk ofroj më shumë se unë jam në opozit. Jo, në kontekstin e... Në kontekstin, Gjingjoni ofronte pa fund edhe pse është në opozit. Po tani nga që kanë bërë lekët nga sistemi korruptuar dhe kalbur i drejtësisë, nuk e ka problem 1.000, ai mund t'japi dhe 1 milion euro, varet deri ku shkojnë shifrat e tij, patjetër, varet.